politike, pa marrë parasysh opozit do duhej që të qëndronte qeverisja sa ma afatë gjatë mundësisht edhe 4 vjeçare në mandat plot, për arsye se është interesi i Kosovës, e brenda atij mandati madje me mjetet demokratike në dispozicion të korrektohet, të luftohet opozita, gjithsesi qeverisja për gabimet që mund t'i bëj. Mirë po nuk qëndron fakti se po është një lloj gogolimi, ose gogolizimi dhe ajo që do të ketë dy palë zgjedhje, sepse shumë lehtë mund të mos ketë dy palë zgjedhje, nëse këto në 10 orë domosdoshmërisht mbahen, nëse nuk ka mandatim të këtij mandati të dytë dhe nuk ka dëshirë që të tretë ta marrin, atëherë mund të ketë zgjedhje dhe jo zgjedhje dhe me rastin prill apo në maj, atëherë kur e kemi zgjedhjen e presidentit, mund të ketë një marrëveshje politike, ne kemi pasur më herët të partive politike që të qëndrojnë, mjafton të qëndrojnë në kuvend, në seancën e kuvendit 80 veta dhe mandej herën e 2 dhe 3 mjafton 61 veta vota ta votojnë presidentët dhe të mos kemi zgjedhje. Pse të shkohet në zgjedhje, ndonë se ky problemi i zgjedhjes presidentit në një republikë parlamentare çfarë është e jona, është problem i partive politike dhe ambicieve të tyre, por mund të tejkalohet, kështu që mund të shmangen zgjedhjet e dyta siç i pretendon kryeministri në detyrë dhe të stabilizohet qeverisja dhe të shkohet përpara për arsye se ka shumë punë për të bërë si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ju përmendët pak më parë detyrime që ka Kosova si për qytetarët e saj të brendshëm, marrim shembullin e buxhetit, por dhe disa detyrime ndaj partnerëve ndërkombëtar, fondet mbështetja nga Bashkimi Evropian apo dhe asociacioni apo akoma më gjerë një marrëveshje që do të normalizonte le të themi marrëdhënien me Serbinë në të ardhmen dhe do t'i hapte rrugë njohjes edhe nga të Kosovës edhe nga ato shtete që nuk e kanë njohur deri tani, do të t'i mundsonte asaj antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Mbajtur të gjitha këto në konsiderat, zoti Baraliu, a mendoni se Kosova ka nevojë për një qeveri, le ta konsiderojmë me bazë të gjerë, me mbështetje të gjerë politike, ku asnjë, por edhe të gjithë marrin përsipër koston politike që me siguri disa vendime të rëndësishme dhe të vështira do të krijojnë për të ardhmen dhe për të mirën e përbashkët të gjithë republikës dhe qytetarëve të Kosovës. Po patjetër është thënë nga bota akademike, menjëherë pas zgjedhjeve duke e parë konfiguracionin e mozaikut që qytetari ja ka konfiguruar klasës politike që nuk mund t'ja besimin dhe nuk ja ka dhënë besimin në shumësi prej 50% të votave, ka treguar që duhet ketë një qeverisje me bazë të gjerë dhe një qeverisje gjithkombëtare, gjithështetërore, e cila do të përfshinte të gjitha partitë shqiptare